Dolce fillon të shprehë ndjenjat e saj për Limin në mënyrë të hapur dhe pa ndalë. Ajo i afrohet banorëve dhe fillon të flasë me një ton të fortë, emocionet e saj të dukshme në zërin dhe shprehjet e fytyrës. Me sy që shndrisin nga pasioni dhe ndjenja, Dolce thot hapur se ajo e do Limit dhe se ndjenjat e saj për të janë të forta dhe të vërteta. Ajo nuk e fsheh as pak xhelozin dhe mllëfin që ndjen ndaj Albas, duke e parë atë si një konkurrente të pakapshme dhe një pengesë për afrimin e saj me Limin. Dolce shprehet me vendosmëri se Alba duhet eliminuar, duke përdorur fjalët e saj me një dozë të madhe emocioni dhe mllëfi. Ajo e quan Alben të përdal dhe nënvizon se afrimi i Albas me Limit është një shkelje e hapur ndaj ndjenjave të saj. Ndërsa flet, Dolce bëhet gjithnjë më e pasionuar. Ajo përmend çdo moment që ka kaluar me Limit dhe shpreh se si çdo afrim i tij me Alben e ka lënduar dhe e ka acaruar. Zëri i saj ngrihet dhe bie në të njëjtën kohë, ndërsa ajo përpiqet t'i shpjegojë banorëve se ndjenjat e saj janë të sinqerta dhe se nuk do të lejojë që dikush të ndërhyjë midis saj dhe Limin. Banorët e tjerë e dëgjojnë me vëmendje, disa me shqetësim, disa me kuriozitet. Atmosfera bëhet gjithnjë e më tensionuar, ndërsa fjalët e Dolces përhapen në të gjithë dhomën. Ajo vazhdon të përsërisë se e do Limit dhe se Alba nuk duhet të jetë pjesë e afërsisë së tyre, duke bërë që situata të duket dramatike dhe e ndezur. Dolce nuk ndalon me kaq. Ajo shprehet se nuk është e gatshme të ndajë Limitin me asnjë tjetër dhe se do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për ta mbajtur afër. Ajo flet për ndjenjat e saj, për mllëfin dhe xhelozin që ndihet brenda saj, duke bërë çdo banor të kuptojë seriozitetin e situatës dhe intensitetin e emocioneve të saj. Alba, nga ana e saj, e sheh situatën dhe e ndjen shpërthimin e Dolces si një kërcënim të hapur. Ajo ndjehet e lënduar, e sulmuar dhe e tensionuar, duke kuptuar se xhelozia e Dolces mund të shkaktojë përplasje edhe më të mëdha brenda shtëpisë. Lotët dhe nervozizmi i Albës shtojnë dramën dhe e bëjnë momentin të zgjas dhe të ndjehet shumë intensiv. Limit, ndërkohë, përpiqet të qëndrojë neutral dhe të qetësojë situatën, por ndjenja e Dolces është shumë e fortë dhe nuk mund të shmanget. Ai e kupton se duhet të përballet me emocionet dhe deklaratat e Dolces, duke krijuar një situatë të tensionuar dhe komplekse që zgjasin për shumë minuta. Debati dhe shpërthimi i ndjenjave i Dolces vazhdon të dominojë gjithë dhomën, secila fjalë dhe secili shikim shtojnë dramatizmin dhe tensionin emocional. Ndjenja e saj për Limit është e qartë dhe e pa kompromis, ndërsa mbrojtja e saj ndaj xhelozisë dhe mllëfit ndaj Albas bëhet gjithnjë e më e dukshme. Në fund, ky moment mbetet një nga episodet më të forta emocionale dhe dramatike brenda shtëpisë. Reagimi i Dolces, deklaratat për Limit dhe përplasja me Albën krijojnë një tension të madh që mban shikuesit të angazhuar për më shumë se 5 minuta, duke treguar kompleksitetin e marrëdhënies.